Ndërkohë Partia Socialiste deklaroi edhe një herë sot se nuk mund të ketë zgjedhje normale në vend pa reformimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe për këtë arsye ajo nuk mund të jap konsensusin e saj. Duke folur në mbledhjen e grupit parlamentar, kryetari socialist Edi Rama tha se kërkesat e socialistëve garantojnë transparencën e procesit dhe se ajo ka bërë disa lëshime në fakt duke u shprehur se tani është radha e shumicës. Kujtojmë se një ditë më parë, kryeministri Sali Berisha doli në mbrojtje të kryetarit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, zotit Arben Ristani, dhe ftoi socialistët të bashkëpunojnë për të përmbyllur në kohë reformën zgjedhore. Korrespondenti ynë Armand Mero njofton nga Tirana. Reforma zgjedhore duket se po futet në një rrugë qore, ndërsa palët ftojnë njëra tjetrën për bashkëpunim duke kërkuar reciprokisht që të jetë kundërshtari që të lëshojë pe. Shumica nga ana e saj pretendon se deri më tani ka pranuar të gjitha kërkesat e opozitës e përpasojë duhet të jetë kjo e fundit që të tërhiqet në shenjë kompromisi. Sot ishte kryetari socialist Edi Rama, i cili tha se opozita i ka bërë të gjitha hapat për kompromis. Tani është koha dhe radha e palës tjetër që të jap kompromisin e nevojshëm dhe të mos qëndrojë në pozicionet e vjetra të pas zgjedhjeve të vitit 2009, si për KQZ-n, si për transparencën e materialeve zgjedhore, duke kërcënuar kështu integritetin e zgjedhjeve dhe duke paralajmëruar de facto një proces të pa besueshëm. Arritja e një marrëveshje ka mbetur pezull në çështjet që lidhen me rikompozimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, procedurat ankimore dhe transparencën e materialeve zgjedhore dhe zbatimin e një projekti pilot për votimin dhe identifikimin elektronik. Për socialistët, kompromisi është i pamundur pa reformimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Nuk mund të ketë zgjedhje normale në Shqipëri në rast se nuk ka reformim të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Riformatimi i saj është një domosdoshmëri dhe Partia Socialiste e ka të pamundur të tërhiqet në emër të çfarëdo kompromisi kur është fjala për të riformatuar KQZ-n dhe për të krijuar kushtet që ky institucion të jetë në shërbim të publikut. Një ditë më parë, kryeministri mori në mbrojtje të hapur kryetarin e KQZ-s Arben Ristani, duke cilësuar si një personalitet të shquar dhe të ekuilibruar, ndërsa socialistët i referohen kritikave të raportit të vëzhguesve të Odirit lidhur me vendimet e Komisionit për zgjedhjet për kreun e Bashkisë së Tiranës vitin e kaluar. Kryetari socialist nënvizoi se kërkesat e tyre lidhen me procesin dhe jo me interesin partijak, duke ju drejtuar kështu në mënyrë indirekte ambasadorit të OSBE-s, i cili dje tha se palët duhet të dalin mbi interesat politike vetjake. Qoftë tek qasja ndaj KQZ-s, qoftë tek qasja ndaj transparencës mbi materialet zgjedhore, qoftë tek qasja ndaj identifikimit dhe numërimit bazuar në sugjerimet e ekspertëve të Odirit, ne mbrojmë interesin kombëtar dhe publik dhe refuzojmë të konsiderojmë si të mirëqënë çdo thirrje që i kërkon Partisë Socialiste të ngrihet mbi interesin partijak. Sepse asnjë nga këto pika nuk është një gjenerim i interesit partijak, por mirëfilli i interesit publik. Reforma zgjedhore duhet të mbyllet brenda 12 korrikut sipas afatit të fundit që u dha Komisionit Parlamentar. Një dështim do të ishte me pasoja thuajse direkte mbi fatin e statusit të vendit kandidat, që vendi ish person të marrë të vjesht pas 2 refuzimesh radhazi nga ana e Brukselit. Për Zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.